Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim se si do jetë kjo fundjavë në lidhje me të gjithë ju. Është një fundjavë që do ketë dilema emocionale, por do ketë aratisje, liri, por edhe shpresë. Gjithsesi, ju ftoj të ndiqni videot e tjera të këtij kanali, videot e muajit tetor, sepse janë postuar për gjitha shenjat e horoskopit, videot e javës, por dhe video me tema për dashurin, por dhe tema të ndryshme në këtë kanal. Unë mendova të flas për fundjavën, sepse është një fundjavë e rëndësishme për gjithë ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Dhe do shohim se si do jetë kjo fundjavë. E shtuna do filloj me një ndryshim energjik, duke hapur portat drejt lirisë dhe me një tendencë të tepërt. Bota emocionale do jetë në udhëtimet e veta ose në të vërtetat e veta, me fjalë ose edhe nga ana psikologjike. Nëse kohët e fundit jeni ndjerë të rënd gjatë ditëve të fundit, ky është një ndryshim që sjell nevojën për t'u larguar nga situata që ju ushtrojnë presion. Është një ditë ideale për shëtitje, aktivitete në natyrë, por edhe për të reflektuar në lidhje me situata të ndryshme. Dhe këtu flasim si në lidhje me dashurinë, me marrëdhënie të ndryshme, marrëdhënie shoqërore, familjare, te vendi punës. Gjithsesi, është një fundjavë që duhet të shpangni vendimet impulsive, sepse qëllimi nuk duhet jetë aratisja gjatë kësaj fundjave, nga situata të ndryshme që ju mund të keni. Ndërsa e diela do jetë një ditë ku do sjelli pamje, psherëtitje në zemrën tuaj, por dhe në mendjen tuaj. Sepse kemi Venusin në Virgjëresh aty, që është në katror me Kironin në Dash. Gjithsesi, do jetë një dhimbje e nëndeshme, që do dali në pa. Ju do mendoni, a e dashuroni këtë person, ndjeni mjaftueshëm, apo përpiqeni të shëroni dikë përmes rolit të shpëtimit, duke shpëtuar këtë njohje që keni ose këtë lidhje. Gjithsesi, është një e diel ku ju do shfaqen disa plagë të identitetit tuaj, një fije emocionale midis fajit edhe vetmohimit. Mos u përpiqni të shëroni të tjerët për t'u ndjerë të dobishëm. Gjithsesi, kjo fundjavë është një garë mendore, do dëshironi diplomaci, harmoni, dialog, lajme, biseda, por do keni dhe mesazhe të papritura që mund t'ju shokojnë. Kështu që është një periudhë që, dhe kjo do ndikoj më tepër te disa shenja, jo të gjitha, mirë është mos reagoni në mënyrë impulsive. Do dalin të vërtetat fshehura ose fjalë të ashpra që mund të shkaktojnë çarje. Kujdes me fjalët tuaja gjatë ditës së diel. Mos i shndroni fjalët tuaja në bomba. Dhe gjithsesi, kjo fundjavë është diçka kalimtare, nga njëra anë lind nevoja për zgjerim dhe relaksim, nga ana tjetër do ketë konflikte të brendshme dhe ekuilibra të prishura. Kështu që të shtunën do duket pak më e lehtë, por të dielën do thellohet edhe më shumë. Duhet keni kujdes në lidhje me marrëdhëniet, me komunikimin, por dhe me gjithçka tjetër. Shenjat që do jenë më të prekura do jetë shenja e Virgjëreshës, shenja e Peshqve, Shigjetari, Binjakët. Ju do keni një ngarkesë emocionale, plagë të vjetra dhe një mundësi për vetëdisim. Shenja e Dashit dhe shenja e Peshores do keni presione në marrëdhënie. Duhet të përpiqeni të thoni të vërtetën, jo të zbukuroni gjërat, ndërsa Luani dhe Ujori, shenja e Luanit dhe shenja e Ujorit, do keni shoqërueshmëri gjatë kësaj fundjave intensive. Duhet keni kujdes se kush do t'ju vjedhi vëmendjen gjatë kësaj fundjave. Ndërsa Briciapi dhe shenja e Gafores
do shndrohet në tensionet e hapura. Duhet të gjeni kohën për veten tuaj. Duhet keni kujdes sepse është një fundjavë që ka ato ndikimet e veta. Gjithsesi, është një këshill për të gjithë ju. Rivlerësoni mënyrën se si dashuroni, mënyrën se si flisni. Liria nuk është aratisje, dashuria nuk është sakrificë. Unë do shoh tarotin dhe do shohim se si do jetë kjo fundjavë në lidhje me gjithçka. Atëhere, jemi të energjia e shenjave të ajrit, të tokës dhe energjia e shenjës së Virgjëreshës. Ju shoh që do ketë shumë diskutime këtë fundjavë. Ju mund të ketë diskutime ose fillime të reja në lidhje me një ofertë që do t'ju vinë në lidhje me dashurinë, me punën nga ana ekonomike, por ndërkohë shoh që ju keni bërë shumë durim në lidhje me një situatë, me një fillim të ri. Për pjesën tjetër, në lidhje me disa diskutime, ju shoh që ju mendoni seriozisht në lidhje me diskutimet që do keni, si në njohje, lidhje, marrëdhënie, por dhe te vendi punës, dhe ju shoh që keni bërë shumë durim. Do mundoheni të trajtoni gjërat më pozitivisht, por duke menduar të vendosni dhe ekuilibra në lidhje me situata të ndryshme që keni. Dhe shohim çfarë na sjell asi shpatave, vendime. Duhet keni kujdes, mos merrni vendime të nxituara, sepse shoh edhe karta dolën, siç fola nga ana astrologjike. Shoh që ju dëshironi të bëni diskutime, fillime të reja, mund të jetë fillimi një njohje të re, fillimi një pune të re, fillime diskutimesh në situata të ndryshme, që ju dëshironi të merrni vendime. Këto vendime kanë lidhje, sepse kemi kartën e vendimit, dhe kemi, po të shohim këtu kalorësin e shpatave, që ju do të tregojeni shumë të nxituar gjatë kësaj jave, në marrjen e vendimeve. Ju them vetëm një gjë, nuk është e favorizuar kjo fundjavë në lidhje me vendimet. Mos u nxitoni, mos u tregoni intensiv. Dhe shoh që do merrni vendime të nxituara. Mund të jetë kjo ka lidhje në lidhje me njohjet që mund të keni, me një person që jeni të distancuar, një person që është në distancë, ose një person që jeni shkëputur. Thjesht tregoni të kujdesshëm në lidhje me këtë gjë. Por këto vendime mund t'i merrni edhe në lidhje me udhëtime të nxituara. Duhet keni kujdes ose edhe në lidhje me punën tuaj. Dhe shohim çfarë na sjell kalorësi i monedhave. Dhe këtu shoh energji ajri përsëri. Kemi energjitë të shenjave të ajrit përsëri, energjia e shenjës së Shigetarit, Demit, Peshorja. Shoh që ju jeni duke menduar në lidhje me një ofertë, mund të jetë një ofertë në lidhje me dashurinë, por dëshironi të lini vështirësitë mbrapa dhe të bëni një fillim të ri. Dhe shoh një fillim të ri që do marrë zhvillime shumë të mira. Në lidhje me pjesën tjetër, mund të jepni drejtim vështirësive që keni pasur në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, duke i dhënë një drejtim më të mirë ku gjërat të fillojnë të ndryshojnë për ju. Këtu shoh ndryshime të mëdha nga ana ekonomike në lidhje me punën, shtatzani për një pjesë tjetër, për gjithë ata që dëshirojnë të kenë. Por dhe shoh edhe bolluk dhe prosperitet. Në momentin që ju t'i lini mbrapa vështirësi, t'i jepni një drejtim më të qetë situatave, aty do keni fillime të reja që do marrin zhvillime shumë të mira. Atëherë, jemi te energjia e Virgjëreshës, shoh që keni bërë shumë durim në lidhje me situata të ndryshme që mund të keni pasur. Mundoheni t'i trajtoni më pozitivisht, edhe pse situatat mund të kenë qenë negative në lidhje me ju. Dhe këtu flasim në lidhje me një dashuri për një pjesë prej jush. Ndoshta ju keni kaluar vështirësi në lidhje me një person. Mund të keni kaluar situata në lidhje me punën tuaj dhe mundoheni që t'i trajtoni me partneritete të ndryshme, por edhe në lidhje me shtetin, me institucione shtetërore, dokumentat të ndryshme, por edhe në lidhje me studimet tuaja. Keni bërë shumë durim në lidhje me këtë dashuri, por shoh që ju
do mbyllni zemrën, ju shoh që keni marrë eksperienca dhe do tregoheni, do përdorni më tepër pjesën e logjikës. Për një pjesë prej jush, për të hyrë në një njohje të re, ndërsa për pjesën tjetër, shoh që ju mund të dëshironi të çoni njohjet ose lidhjet para, por gjithmonë duke përdorur logjikën. Nuk do jeni të përfshirë shumë nga ana emocionale. Ndërsa për disa të tjerë do hyni në partneritete, mund të keni lidhje dhe me dokumenta të ndryshme që mund të bëni me shtetin. Kjo mund të jetë edhe një person që do t'ju ndihmoj në lidhje me institucione shtetërore, private, zyra të ndryshme, por ndërkohë mund të ketë lidhje dhe me vendin e punës, ku ju keni bërë shumë durim për gjetur një punë, aty ju ndihmon një person dhe do jeni duke bërë ndoshta duke shkuar dhe duke u përballur diku me zyrat më tepër. Ne shohim përfundimin e kësaj fundjave, si do jetë. Fati do t'ju ndihmoj. Atëherë, kemi energjitë shenjave të Demit, Akrepit, Virgjresha, Luani. Shenjat e zjarit dhe shenjat e tokës. Shoh Fati do t'ju ndihmoj për t'i çuar gjërat para. Por këto mund të kenë në lidhje me dashurinë për një pjesë prej jush, për gjithë ata që kanë pasur probleme. Ju do jeni më të kujdesshëm duke lënë problemet mbrapa. Në lidhje me dashurinë, me punën, ana ekonomike për një pjesë tjetër. Këtu ka të bëjë me gjitha situatat që ju mund të keni. Gjithsesi ju shoh që në fundjavë ju do merrni dhe do jepni. Ndoshta do shkëmbeni mesazhe me një person. Këtu flasim në lidhje me pjesën e personave që mund të futen në njohje dhe Fati i ndihmon, ose të gjithë ata që janë në njohje dhe në lidhje. Në rastin tjetër mund të ketë lidhje me punën nga ana ekonomike ose në situata të ndryshme që jeni ndodhur. E rëndësishme është që Fati ju ndihmon të lini problemet mbrapa, dhe këtu flasim për gjitha shenjat e horoskopit, dhe të tregojeni të kujdesshëm. Disa prej jush do marrin disa para, por ashtu si do t'i marrin, ashtu dhe do t'i shpenzojnë. Një pjesë tjetër mund t'jeni duke ndihmuar dikë që mund t'jetë në nevojë në familjen tuaj, në shoqërinë tuaj ose diçka tjetër. Dhe kemi mbretëreshën e kupave, energjitë shenjave të ujit, shumë emocione shoh në lidhje me ju, një çlirim shpirtëror për pjesën tjetër, por edhe lajme të mira për disa prej jush. Dhe mund të jenë lajme të mira në dashuri, lajme të mira te vendi punës, por dhe në situata të ndryshme që mund të jeni. Po marr dhe një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë ju thot për këtë fundjavë. Dhe kemi mbretëreshën e tokës. Mbretëresha e tokës është një energji toke që kërkon stabilitet. Do jeni shumë praktik gjatë kësaj fundjave, por ndërkohë thot është një periudhë që do t'ju sjellë lumturi, thot. Duhet të jepni besim dhe mundësit për ju do të vinë. Do me thënë, duhet të jepni besim tek mundësit që do t'ju vinë. Mundësijat mund të jetë një mundësi në dashuri, një ofertë, mund të jetë një mundësi në punë, mund të jetë një mundësi ekonomike në lidhje me studimet, ose çfarë do lloj situate që ju mund të jeni. Është një mesazh fantastik, gjithsesi për këtë fundjavë. Ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexiime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj edhe një herë të ndiqni videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit tetor që janë postuar gjitha shenjat, videot e javës, por dhe video me tema për dashurinë, por dhe tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë ju uroj dëgjim të këndshëm, një fundjavë sa më të këndshme të gjithëve. Dëgjohemi në videot e radhës.